Jemi në akuz. Është rubrika e parapërqyre e Ornelës, akuza, madje ajo është dhe kumbar e emrit, që ta dini ju. Këtu ne ftojmë personalitetet të jetës së vendit që japin opinionet e tyre, akuzojnë dhe nuk e mbajnë gojën mbyllur. Ngren një kaos të saktuar që e din ata. Ne nuk ndryhim, thjesht të krijojmë hapësirën. Jo, e kemi vënë re dhe ne, publiku gjërë, flasi publiku, po që nuk kemi mundësi që të flasim në ekran, siç kanë mundësi disa figurat spikatura që nuk vinë kot në Bardazi. Dhe sot kemi një syresh, Klodedja, faleminderit miki dashur i studios Bardazi, faleminderit që jeni me ne. Ai është krijues në përgjithësi, sepse s'është thjesht regjisor edhe kështu, po është krijues, po e quaj unë, se do t'i pëlqej kreator, do t'i pëlqej kjo krijues. Po. Klod, pse je munduar? Po pra, rruga drejtush ishte shumë e errët dhe gati pak absurde. Nuk ishte shumë njerëz, qyteti ishte gati bosh. E thash, nuk ka moment më mirë për të ardhur drejt Bardhezisë. Dhe Bardhezia në vetë është shumë absurde si koncept. Kështu që keni titullin më të mirë për të filluar nga këtu. Pastaj ju më thoni. Kishte komplimenti më i papar që na është bërë domethënë. Cila është akuza juaj dhe kujt i drejtohet ajo akuzë? Unë kam ardhur të akuzoj akuzën. Dakord jemi ne e pranojmë akuzën, po. Ishte vetëm mënyrë për të ardhur këtu, e para sepse unë urrej të akuzoj dhe të jem në nga ana e atyre që akuzojnë, mua më pëlqen të jem brenda të akuzuarit. Dhe të akuzoj vetë akuzuesin, se mendoj vetëm kështu mund ta marrë me përgjegjësi këtë emision. Po. Dhe s'po kuptojmë akuzën? Të akuzosh akuzën është një akt shumë vështirë dhe ekstrovers, e para sepse ai që akuzon akuzën i ka thyer muret e vetë akuzës. Edhe akuza, kur akuzon, është një grup shumë manipuluese të thuash, unë akuzoj. Dhe mendoj që shumë njerëz abuzojnë me këtë formulë, është shumë kollaj të abuzosh. Por nuk është fare kollaj të jesh në anën që të akuzosh akuzën. Sepse kur akuzon akuzën, e para nuk është as pak e lehtë, sepse masa akuzuese, zakonisht është një masë e cila nuk merr përgjegjësi akuzën. Pra unë kam një mendim tim personal që akuzuesit janë vërtet manipulator të rëndësishëm, të duheshëm të shoqërisë, pra duhen edhe këto. Por mendo një akuzues që abuzon mbi akuzën. Dhe ndaj akuza ka humbur vlerën e saj, sepse akuzuesit janë totalisht mediokër. Dhe ky mediokriteti nuk mund të jetë prezantuese e akuzës. Akuza ka një rëndësi të madhe intelektuale, por dhe përgjegjësi bërje. Nuk është bla, bla, bla. Oke, i ke ndjekur akuzuesit tanë? Më qoj Leonid Salinqe, unë nuk kam filluar të i dorë nga televizioni me shumë respekt. Televizioni është një mënyrë fantastike për të shkuar tek njerëzit, por kam një përshtypje që ne kemi shkuar televizionin. Dhe siç titulli juaj që mua më tërheq shumë, Bardhazi is beautiful. Dhe juve jeni të fundit dhe të mbeturit që ftonit akuzuarit, por nuk keni bërë një llogari magnetike, e cila akuzuesit dhe mediokrit janë shumë të thithur njëri me tjetrin. Edhe kjo është një bisedë shumë antropologjike që duhet bëjmë më sonte. Kështu që ja, këtu jam, po. Si ti dallojmë ne këta, Klod? Ti nuk duhet fare ti dallosh ato, ti duhet ti përqafosh ata. Ne pa ata nuk rrim dot. Mendoj mos kishte bota abuzues si akuzues. Mendoj që janë pikërisht ata që neve na bëjnë të themi këtë që themi sonte. Nuk është e lehtë fare, sepse ti mendon që është një shprehje popullore që thot ajduti thot kapeni ajdutin. Do të jemi në këtë pikë? Është edhe ajo shprehje tjetër, se unë nuk dua të përdor shprehje popullore sepse para unë jam njëri që kam shumë ndjeshmëri sociale. Edhe sot madje unë vi nga udhtim pak i largët, periferi, nga që kam një projekt të rëndësishëm dhe jam duke zgjedhur ca vende shumë ekstrem të varfra të Shqipërisë. Pra, kam përzgjedhur disa familje të rëndësishme të varfra, të cilët nuk e kuptojnë fare çfarë do të thotë akuzë. Ata janë akuzuesit e vërtet, kundra akuzuesve, të cilët akuzojnë një realitet e cila nuk është pjesë atyre që përket dhe madje as tentojnë ta përmirësojnë atë. Pra ti thua që një njeri akuzuesi duhet të jetë me përgjegjësi të madhe. Që po ta shpjegoj, domethënë një njeri duhet të përdonohet që ta akuzoj përdonuesin, si e mendon ti? Përdonimi ne e përdonojmë çdo ditë. Jo, është e vërtetë. Çdo ditë hapim derën dhe përdonimi fillon. Sidomos në vendin tonë ku jemi në konvulsion të madh. Po të kthehemi te ai fshati se më pëlqeu ajo ide. Po te fshati është seksi, unë nuk do të përdor fjalën fshati. Unë adhuroj fshatrat e vegjël ku ka vetëm 3 shtëpi. Edhe nuk duhet t'ju them se kam dhënë fjalë që nuk flas për këtë familje dhe për varfrinë e tyre, për dinjitet. Por më besoni, ju do të hiqni dorë
të ftoni si akuzues mediokrit. Ju të ftoni të akuzojnë ata që nuk kanë bukë të hanë. Kjo është e vërteta e akuzës. Ndaj edhe unë nuk e kam vëndin këtu sonte. Se prandaj duhet të flas në emër të atyre që akuzojnë akuzuesin. Sepse ky akuzim është kthyer shumë politik. Po jam dakord. Klod, flasim me këtë. Jam shumë happy to be with you. Pat serious. Jo, e kam edhe ne shijojmë pranë tënde sepse bukura është e sfida dhe mua më pëlqen. Erdha për temën, ëh? It is amazing. Tani, si duke hequr dorën nga akuzuesit, çfarë mund të themi një gjë tjetër? Jo, nuk do të heqim dorën nga akuzuesit, ato duhet të jenë shumë afër nesh, madje duhet i puthin gjithkohës, sepse këtu dimensioni nuk është shumë i madh dhe distanca ndërmjet akuzuesit dhe bashkëtuesit me akuzuesit është shumë e vogël. Dhe në këtë jemi në orar që mund në këtë origji të madhe kolektive politike, ku ne dim shumë fort qartë që jemi në një presion të madh, më shumë kemi ata që prodhojnë tenxherë presioni dhe direkt pasi prodhuesit të një tenxherë presioni, kë janë për qartë akuzuesi. Dhe unë nuk e kuptoj pse ka kaq shumë akuzues. Edhe nuk ka njerëz që japin zgjidhje gjërave dhe jo të flitet mbi ato. Pra, ne duhet të kthehemi urgjentisht në një vend ku të lëmë fjalët dhe të punojmë. Ne duhet të punojmë fort. Kjo është një akuzë të mërshme kjo që po Yes, është një akuzë të mërshme. Po, sepse ti thua që edhe akuzuesit s'duhet të akuzojnë më. Akuzuesit duhet ndalojnë së akuzuari, por duhet të shfaqin dhe të tregojnë pse ata përdorin akuzën për të qenë pjesë e një zhurme e cila i duke sikur marrin pjesë, por duke folur dhe pa bindje fare për t'i thonë. Pra kanë vënë re një tendencë qoftë në programet politike e cila glon në Shqipëri, po edhe në këto e kuptova për çka ke fjalën. Të përballimi i atyre që akuzojnë ka një mediokritet të shfaqshëm, të dukshëm edhe as pak zhvillues. Ja pse nuk zhvillohet, sepse ai që akuzon është ai që quhet rebeli, është ai që është vërtet i prekur nga çdo gjë. Po jo njerëz me kollare që flasin për abuzim edhe pastaj dorëtokitje dhe në fund fare janë duke pirë whisky ke lokali poshtë. Pra, kjo nuk është më akuzë. Ne kemi hyrë në degenerimin e vetë akuzës. Akuza duhet marrë me përgjegjësi të madhe. S'ka një kulturë. Jo në që s'ka një kulturë, por është kjo komoditeti për të folur dhe akuzuar nga studio televizive me një komunitet të jashtëzakonshëm dhe gati nervoz. Unë e bjem si mundesh të akuzosh për ditë i veshur me kollare, i parfumosur mirë, edhe na bëget të shqetësurin për shoqërinë shqiptare. Këto janë fenomenet që ndodhin këtu. Dhe urojtë që në dorë dalë nga dalë. Ti je më të vërtet, më konkret, më real. Që ta shpjegoj akuza duhet jenë në këto familje që si e kuptova unë. Do me thënë, ti shikon një hipokrizi totale shoqërore, me sa kuptoj unë. Yes. Ti shikon edhe një mungesë totale kulture, me sa kuptoj unë. Ti shikon edhe një keqpërdorim total të hapësirës publike, me sa kuptoj unë. Kështu kuptova unë. Pra, sipas teje, i bie që për shoqërinë duhet të flasin vetëm ata që kanë ngrënë shkelma. Një njeri që s'kan ngrënë shkel, nuk ka drejt flasi. I vetmi njeri në Tiranë që mund të akuzoj është Minatori, që del aty. Ai e meriton 100%. Se ai është poshtë aty në tokë. Do të bëjmë pasë. Shumë e fortë. Po. Jo, se takova një person që Minatori që kishte vdekur dhe më gara shumë keq, dhe shumë prekse. Edhe unë kam dëgjuar një rast të tillë sepse kushtet ku ato punojnë janë mizerabël. Të vdesë poshtë të komplet gurët, është crazy. Edhe ka dalin me kollare dhe bengallat. Po, unë dua ta ngacmoj pak Just a second, guys. Ndërkohë që ai qetësohet. Ata çoj më fort apo ta mbaj më lehtë, se sonte jam shumë karikuar. Ndërkohë që ti Klod qetësohesh, ne jemi live dhe ti mbaje si të duash, por e rëndësishme është që ti të qetësohesh. Unë doja që ti të më thoj edhe... Si bisedë, edhe këtë. Po, unë doja që ti të më thoj diçka edhe për kulturën. Yes. Po, kultura, unë kam rere një gjë, sigurisht që neve nga përqenë kultura. Sigurisht që kemi dhe një opera në qytet, kemi dhe galeri, kemi dhe muze, kemi dhe gratacele që ngrihen shumë bukur në ajër. Por, unë shoh vërtet një kontrast e cila nuk ka sens. Ne je përjetojmë një absurditet ku të akuzosh estetikën edhe mos merresh me thelbin fundamental, ku një përqindje e rëndësishme e këtyre njerëzve magjik si shqiptarët, jetojnë në nihilizëm edhe një vetë vrasje totale në përvënde limitrofe, ku edhe Zoti kërkon leje a mund ty në fshat. Dhe kjo distanca
është një gjë që unë nuk arrit të kuptoj. Pra neve po bëhemi shumë të bukur në epiqendër dhe shumë të shëmtuar në periferi. Çfarë kuptimi ka kjo? Çfarë kuptimi ka kjo që unë këtu të bëj si një pidhë i bukur? Kush? Atëherë, ku është përgjegjësia? Edhe kultura. Jemi mushur në përzyra me mediokër dhe me qoka politike. Po si mund ta çojmë përpara? Ku të gjitha bienalet që fitohen me të njëjta akoma. Ku mafia është futur edhe në art. Ku ka shumë artistë që po ikin every fucking day. Edhe po e mbajnë me thonë. Pra, kush është akuza këtu? Që të akuzoj një ministre edhe i tham emrin? What the fuck, I don't give a shit. Ne jemi një super popull kreativ. I vogël, i përshëndruar. Por akuza e vërtet është ai që s'ka bukë të ha. Unë këtu jam kot. Kjo është klith me një artisti, ja? Kështu mund të flasi vetëm një artist. Klod, unë të falenderoj nga zemra shumë. Jo, Franci, edhe juve, po, e që po thoi edhe shpare, në gjitha programet që shoj, vetëm ju, me ju kam një lirshmëri polesh, sepse ju keni dhe titullin bardhëzi, pas kur folën për akuzën, kam medituar shumë për këtë. Kështu e para ju falenderoj që vazhdoni të bëni një gazetari e cila është në ekstremin e independencës. Pra, nëse vdes independenca, ne kemi marrë fund. Ne, nëse vazhdojmë me këtë ritëm të pakujdesshëm ndaj njerëzve të talentuar, edhe mos krijojmë një ajër të shëndetshëm, edhe mos të merrem me akuza, po të merrem me akuzën e akuzës, e cila ndihmon drejt për drejt të shkojë direkt të dhe shkatërrojë atë që quhet politika e gabuar. Pra, akuzuesi mediokër vetëm i krijon një ajër poshtërimit politik. Kurse ai që akuzon akuzuesi mediokër, ai është i vërtet rebel, që është shumë larg periferisë. Nuk ka mundësi me ardhur, sepse e ka barkun pa bukë. Dhe nuk di sa metra mund të bëj, sepse në fund të këtyre malëve, imagjinoni mund të hash pak këthere buke, po duke llogaritur për stomakun që bluan, nuk besoj se arrit dot deri në Tiranë. A mund të bëj dhe një pyetje? Pra, është kjo, është akuza ime e madhe, është urgjent çoni të gjithë kamerat në periferi, edhe urgjent është një ftesë ime, urgjent mbushin studiot me njerëz që vinë nga periferia, me njerëz të vërtet. Largojnë të gjithë kollaret, edhe mua mos të thonë kurrë, mjafton të jepni një vendin, një personi apo një njeriu që ka për të thënë gjëra autentike. Mbushin një studion me minator, që unë kam njohur njerëz të mençur minator, të mençur, të cilët zhyten për ditët e poshtë, edhe nuk e dieta dalën me. Pra kjo mos garanci për atë që është jashtë epiqendrës, të thotë që ne kemi dështuar. Ne kemi dështuar. Ne kemi dështuar nëse neve nuk kemi lënë një stafet. We have fucked up. Dhe kot bëjmë si të bukur në shtëpia të qetë dhe vikendeve shkojmë të ham këndshëm Buzdetit ose në Buzkodrës, por nuk kemi bërë asgjë. Ne s'mund të punojmë për 30.000 veta. Ne duhet të punojmë për atë që quhet the future. Edhe ardhmja nuk është aia. Është ka kontakti human. Jemi neve që e lëm atë. Ne nuk mund këtë presim. Edin, Pashajn, këtë presim. Ne jemi ata. Ne nuk mundemi t'i lëm akuzuesit mediokër të flasin në emër të akuzuesit të akuzës. I lë dhe kryeministri atë. Po, kryeministri pastaj është artist, është interesant, por tash ne duhet të lëm hapësirë njëri tjetrit. Si mund të mbaj për një kohë të gjatë një hapësirë që mund t'i përkasin tjetër? Sa herë del Klodi para... Kjo është mungesë e madhe kujdesi ndaj tjetrit. Unë e quaj hapësira e tjetrit. Nëse neve nuk respektojmë hapësirën e tjetrit, çfarë do të gjë qoftë ajo? Qoftë edhe një njeri që s'ka brek të veshit. Nëse ne largohemi nga epiqendra, që bëjmë sikur jemi të bukur për Europën, e cila bën një presion në formë metamorfozë, edhe çfarë do të bëjmë? Pra, vishën e bukur po pastaj, do përfundojmë si Malizi, ku sot është me 600.000 banorë, dhe s'ka art, ka vetëm kamerier. Pra, do bëjmë një shoqëri e cila ka vlera sociale dhe kulturore, apo do bëjmë qofte, edhe do veshim dy bek, edhe do bëjmë sikur jemi të lumtur, edhe të futur në Europën e kujt. Atë po bëjmë realisht. Ky është konflikti. Pra, akuza, kjo është ideja që po rikthej. Pra, njerëzit e vërtet që e bëjnë këtë ndryshimin janë atje. Edhe ata nuk vinë në përsheshje se s'kan fuqi, barkun e kanë bosh. Me bark bosh nuk e ngren dot as grushti. Është një tjetër revolt
që po ngrihet. Kjo revolt do të bëjë vetëm mirë shoqërisë. Po. Me gjithë respektin për politikën, por time to change. Dhe akuza, duke si emër partie, akuza. Erion? Jo, nuk do hapen partia. Jo, po jo parti për parti. Pra, si kjo është dhe koncepti, pra, shikon, pra, ka gjithmonë për të përmirësuar. Por, imaginova një studio me minator, nuk e di pse. Klod, ne të Shumë e bukur. falenderojmë Falenderojmë sepse që shumë shpejt kjo studio do të realizoj, promis. Po, Nëse do një dim, është revolta e një artisti, kjo është një performance live, e një artisti, një vulkan shpirtëror që falenderojmë shumë. del nga zëmra, shumë interesante, ne nuk e kishim menduar që edhe akuza vetë mund të vijej në pikpyetje, dhe ne marrim si një ndjenjë shumë të madhe, e Ornela e tha, do me thonë, e marrim si ndjenjë reflektimi, kështu që unë të falenderoj shumë. Po. Tani, Unë e falenderoj Klodin që vazhdon të rrinë në Shqipëri njërë, bitë gjitha. E falenderoj shumë. është ky projekt. është qëndrestar. E falenderoj shumë që vazhdon. Qëndrestar. Mirë, unë e Klodi do të ndjekim andej nga pas kamerave në monologun tëndë, do ndjekim Erionin bashkë. Falenderoj për sot.